Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për një lajm që ka qenë kryefjalë thuajse në të gjitha mediat ditën e sotme. Belinda Balluku ka marrë një fletë thirrje nga Spaku për të paraqitur ditën e hënë së bashku me një avokat që të lë përshtypjen se mund të merret e pandehur. Po për çfarë, si, ku, qysh dhe tek, do të flasim me avokatin Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit edhe juve për ftesën. Ju e keni paralajmëruar një gjë të tillë. Ajo ndodhi dhe ditën e hënë do të zyrtarizohet, po a dim diçka më shumë përse Belinda Balluku do të merret e pandehur nëse i qëndrojmë kësaj linje? I qëndroj linjës për vetëm arsye sepse para një muaji unë deklarova që Belinda Balluku është thirrur në SPAK dhe kur ka dalë nga SPAK-u ka vajt direkt në zyrë avokatie të Berna Ekipi. Ja u tregoj dhe emrin, se ku ka vajt. Dhe një person i cili del nga SPAK-u dhe i drejtohet zyrës avokatisë, patjetër që ka një përshëndim penal, se kot nuk mund të shkosh te avokati, kuptojmë drejt. Aferat e Belinda Ballukut janë shumëta, por kjo nuk është problemi te afera e Belinda Ballukut si Belind. Duhet kuptojmë një gjë, kjo është një goditje që i bëhet Ramës, pasi Rama tashmë është në shënjesë të SPAK-ut, por jo të SPAK-ut siç e gjykojnë shumë, sidomos politikanët që quhen një SPAK të kapur nga Rama, një SPAK të bërë, duhet i shohësh gjërat në kronologjinë e tyre. Për shembull, kur erdhi puna e grupeve kriminale, mos harroni se zonja Linz ka qenë në prokurori në SPAK dhe 2 ditë pas atyre ndodhen arrestimet e këtyre grupeve. Por vajtë e Dumanit në Amerikë, ku unë ju thash në atë kohë deklarova që vajtë e Dumanit në Amerikë nuk është se Dumani vajti për festat, vajti për të marrë dekorat. Dumani vajti për të dhënë llogari, jo vetëm vetë si Duman, por vajti për të dhënë llogari për institucionin që ai kishte. Por duke u nisur dhe nga ajo çfarë Trump deklaroi, luftën kundër Sorosit, krimit të organizuar dhe drogës. Patjetër që Shqipëria ishte një ndër vendet, sepse Shqipëria është kthyer në një çerrë të Sorosit, është kthyer në një vend ku në 3 vitet e fundit, minimalisht 3 vitet e fundit, raportet e Departamentit të Shtetit apo dhe të Evropës e nxjerrin Shqipërinë në vend të parë. Një nga arsyet e tjera është edhe deklarimi në OKB, hera parë që ndodhi në OKB, kryeministra e Meksikës deklaroi që kartelet e drogës dhe të krimit janë tashmë në nivelet më të larta. Komandojnë jo vetëm drogën, por komandojnë edhe krimin. Kështu që patjetër që do kishte një reagim për sa i përket të gjithë këtyre raporteve dhe të gjithë ndodhive që kanë ndodhur. Aq më tepër që ndoshta këtu u shpejtu pak më tepër, qoftë me tallin që ky i bëri presidenti Trump me Macronin në mbledhjen e natës, qoftë edhe me këtë deklaratë që bëri, ironi që bëri në Angli pikërisht për Trumpin, përsëri për Trumpin. Pra, ky kërkon t'i bëj një kashillik, themi, Amerikës. Po kërkon sherr në gjuhën popullore. Kërkon, unë ja kam thënë që ky është caktuar nga Kabala dhe nga Sorosi, ky është caktuar personi i cili do bëj ato deklaratat që do Sorosi, apo Kabala ka shit Trumpin, pasi ai nuk i bën dot vetë, patjetër do të dalë dikush tjetër. Mirë, po dosja me Konigale, e cila shumë është përfolur, por po ta vesh re, është hera parë në historinë e Amerikës, një dosje nga Departamenti i Shtetit botohet pa vajtur në gjykatë. Vetëm se është në hetima ajo botohet në faqe zyrtare dhe jo në një raport të thjeshtë. Dhe kështu që këta e morën pak si me të qeshur atë pjesën e Dumanit. Kur unë ju thash për shembull që Dumani vaj jo vetëm që vajti në Amerikë, pa jeni dhe me dosje nga Amerika dhe i shoqëruar me një FBI-s. Tashmë SPAK-u nuk është thjesht SPAK. SPAK-u është në një bashkëpunim të ngushtë, qoftë me DEA, qoftë edhe me FBI-n. Kështu që këto janë ato pastrimet që po bëjnë dhe thirrja e Belindës dhe Belinda, se këtu është gjithë bukuria e kësaj e lajmit, domethënë. Zakonisht thirret personi, i thohet akuzë dhe i thotë radhës tjetër duhet vish me avokat.
Nëse Belinda nuk ka qenë fare, Belinda ka 1 muaj që ka qenë SPAK. Unë ja u thash, kur ka dalë nga SPAK-u, ka dalë pas dite, nuk ka qenë fare dite. Lajmi nuk e bën këta. Dhe asaj u tha që duhet vish me avokat. Fletëthirja është thjesht që duhet vish filan, i kanë caktuar datën se kur do vi me avokatin. Por jo se ishte gjë e papritur. Kjo është goditje që po japi Ramës tashmë 1 nga 1. Do të japi hesap për gjitha dhe ky nuk mund thotë më që Belinda Balluku të ka hangër kumbulla, si që ka zakongu që thot ka hangër kumbulla pas meje, pas krave të mi, sepse ky ka qenë në gjithë inaugurimet, në gjithë gjërat ka qenë prezent. Qoftë tuneli, qoftë aeroporti, qoftë rrugët, qoftë çdo gjë ky e ka pa, qoftë keshi, si mos shifni se i ka vajt edhe keshit, ajo që unë e pata deklaruar në atë kohë Ramës një turbin punë për ty, e morën me të qeshur ta. Por mos harroni se sot keshit janë bllokuar telefonat, janë bërë sekuestrim, janë bërë kontrolle nëpër banesa. Po pikërisht tek kjo, ju mendoni që për zonjën Balluku hetimi rolli pra derivoi nga dosje të tjera, nga keshi Osheja, siç po thoni ju, apo Arasheja, është përgatitur në Amerikë që erdhi këtu me që më thatë edhe për atë që Dumani u shoqërua në kthim nga oficer të FBI-s, apo si? Jo. Apo ka folur dikush? Është Erion Belia i cili ka folur. Unë kur e deklarova që Erion Belia ka folur, këta e quajtën, domethënë, glollik themi. Pse? Sepse Erion Belia janë bërë gjërat përpara, dokumentet janë bërë përpara dhe Erion Belia duke mbrojtur veten tashmë, se do mbrosh veten, kur je në akuzë do mbrosh veten, patjetër që do japi shpjegime. Erion Belia bëri një gabim, sipas gjykimit tim. Nëse do kishe pranuar që të bëhesh penditur qytetin e parë, Erion Belia do kishin kushte të tjera. Nuk e pranoi. Por ama tashmë ai u detyrua të tregojë për të gjithë çuritë, për gjithë lejet e ndërtimit, për gjithë përplasjet që janë edhe përplasjet që janë përse. Erion Belia është pyet kur doli atë natë që u mor nga fobia, është marrë Erion Belia në pyetje. Për çështjet e Amerikës, se ka qenë me gjithë Ramën në Amerikë. Pra, këtu nuk është thjesht Belinda, unë pranoj thash, nuk është thjesht Belinda Balluku. Belinda Balluku për shembull sot është në Zvicër. Belinda Balluku kujton se do lëvizi ato llogarit bankare nga Zvicra, por nuk e lëviz dot, janë gjithë ato bllokuar. Këta të gjithë i kanë llogaritë bllokuara. Ju po thoni që ka vajt Zvicër për këtë punë, për lëvizur llogarit? Po patjetër, bëjnë lëvizje kot këta. Unë u kam thënë me kohë që të gjitha llogaritë bankare, edhe në Honduras, edhe në Bangladesh, ku doni ju, do janë të filmuara, të llogaritura, kush është fut personi që ka derë para, kush është ai që ka bërë lëvizjen, se këta mendojnë se, domethënë, janë si puna strucit këta. Fusin kokën e kujtosin si shef njëri, dhe harrojnë se, e kupton, për sa kohë të del emri në raportet e Departamentit të Shtetit, ti je sigurt që je i survejuar, je i kontrolluar. Përpse Belinda kujtoni ju se ka vajtë në Zvicër, nuk është e survejuar? Ata e survejuar këtu jo kur dalin nga shteti. Atje ndodhe dhe Ahmetaj. Ore, jo më nuk e tako do të Ahmetaj. Por se Ahmeta është me eskort tjetër. Se edhe Ahmeta nuk është se ka hik vetë, nuk kam thënë, Ahmeta nuk ka hik vetë. Ahmetën e kanë marrë. E kanë marrë, tregoj, bëri librin, rri atje do vi Ahmeta, dhe Ahmeta do përballet gjithu. Jeni sigurt? Po zonja Balluku si mendoni që do përballet me këtë proces? Zonja Balluku do përballet si gjithë tjerë. Çecat ndet edhe zonjës Balluku. Absolutisht. Por këtu mund thash, nuk shihet thjesht si zonja Balluku. Këtu flitet problemi i Ramës, ju do të shihni se si po shkatërrohet Rama. Se mas Balluku ty në kam thënë që mos kujtoni se janë persona të cilët janë individ. Këta janë grup kriminal, ky ka ndërtuar mafia shtet. A e kuptoni se çdo të thotë mafia shtet? Domethënë, nëse në një vend tjetër mafia kërkon të kapi një ministër, një prokuror, një gjyqtar, tu s'ka nevojë. Dhe me Gonigalin që thanë këta, se këta parë politikët, këta s'din asgjë, këta flasin kokë. Ka bler Rama me Gonigalin, jo më zotri, jo, e ka bler me Gonigali Rama, se me Gonigalin i duheshin informacionet sekrete. Dhe informacionet sekrete i mban presidenti, kryeministri. Dhe ai merrte informacione për të shit.
Se këta e qynë kaq të thjesht, do me thonë, sikur është diçka që ky personi e ka ble ky, se kujtoj se është me 200.000 euro. Po pse ja dha këto 200.000 euro? Po çfarë ja dha? Zoti Merkoçi, a mundet që ditën e hënë, dje se ju ndërpreva ditën e hënë, Zoja Balluku mund mos paraqitet vetë, edhe të çojë avokatin, pra nga ana ligjore. Absolutisht do të paraqitet vetë, absolutisht do paraqitet vetë, me gjithë avokatë. Nuk ka të paraqitet avokatë, do paraqitesh vetë, do firmosesh vetë aty. Nuk paraqitet avokatë. Avokati është shoqëruesi jot, është personi për të cilin shep. Po mund të thotë që për shkak të angazhimeve në Zvicër, kudo që të jetë, kanë hikur këto kora që kam një takim jashtë shtetit, se të shkoj këtu, se kam të agjendën këtu. Kanë hikur këto kora, unë thash. Dhe çdo gjë është kalkuluar. Dhe t'jeni të bindur që Belinda Balluku të shkoj me një këmbë, të shkoj në SPAK. Nuk ka që t'ikë avokat. Nuk shmangen më dot këtë, ta kenë të qartë gjithë, nuk shmangen dot. Sepse në dorë, po ja u them edhe herë, në dorë nuk është puna se e ka marrë SPAK-u si SPAK. SPAK-u do bëjë vetëm thjesht veprime. Në dorë e ka FBI-a dhe edhe DEA amerikan. Jo se mua më bëhet qefi që e kanë këta dhe nuk e, unë do doja me gjithë shpirt që t'ishe SPAK-u. Zoti Merkoçi, po si futet DEA dhe FBI në këtë dosje? Se kjo është çështje e brendshme këtu, me atë që të paktën paraprakisht sipas mediave dihet. Pikërisht, pra kjo është ajo pjesa që këta janë në bashkëpunim. Këta janë në bashkëpunim. Dhe nuk dalin ata, dalin dhe SPAK-u, po SPAK-u është i detyruar të dalin. Se thash, kur vajti në Amerikë Dumani dha llogari pse nuk është vepruar. Nuk dha llogari, sepse këta kanë firmos gjithë kur janë bërë pjesë e SPAK-ut dhe GKK-s kanë shkuar në Amerikë që si u kujtohet. Komplet SPAK-ut bën dhe foto andeje. Kanë vajtë dhe kanë firmos atje. Atje kanë firmos. Kanë firmos që do zbatojnë ligji. Dhe atje kërkohet e sa pse nuk është zbatuar ligji. Që është këtë diferencim? Ju thoni që ka një listë nga Amerika. Patjetër. Ora unë nuk kam thënë janë në gjohë vite për para, jo vite, por në 2021 unë deklarova që janë 243 emra që janë non grata politikan, gjyqtar, prokuror, biznesmen, oligarkët e partive që thonë ta se bojnë oligarka, e që i veten oligarkë. Por problemi është se ka një bashkëpunim. Nëse Trumpi e shpalli organizat kriminale, Sorosin, tash kjo organizatë kriminale ndiqet në gjithë botën. Nuk ndiqet vetëm në Amerikë. Al-Qaeda ndiqet në gjithë botën si u shpallësh organizatë kriminale. Dhe ndiqet në çdo vend botës që tjetë. Dhe po ta veni re, pse në Dubai këta sot po i marrin në këtë lloj forme kaq lirshëm, kaq shumë. Pse? Sepse është DEA, si më thon, shkesi. Dhe prandaj edhe këta tashmë është hap rruga për këta kriminalë që ndodhen në Dubai. Se të gjithë gjërat kanë dalë rrjedhin nga ato telefonatat e Goçalit dhe Skype, që këta kërkuan me çdo kusht ta hidhin nga gjykata kushtetuese, mos i quante prova. Po çuditërisht gjykata nuk guxonte dot se ishte marrë një vendim në Europë që do quhen prova. Kështu që edhe gjykata shqiptare quajti prova. Por ju ka dalë emri të gjithëve këtyre, pa përjashtim. Rama është i pari. Ministra, drejtora drejtorish, drejtora policisë, shefa komisariatesh, shefa krimesh, i ke gjithë aty të regjistruar. Megjithatë, janë të gjithë dhe emër kriminali, për çfarë do e përmeni emrin e kryeministrit? Nëse nuk e njeh, nëse nuk ka lidhje. Për këtë punë do e përmeni. Për aferat që ata bëjnë, për kontrabandën që bëjnë. Se kur do fiket radari, kur do hapet. Keni dëgjuar po ka shkojë që flasin për portën Durrësit. Pse? Po skandali që ndodhi me portin e aeroportin e Vlorës. Po pse tuneli llogarash është i pakët? Po rrugët që janë bërë pakët? Po miliona që janë hedhë në rrugë e 23 milionë euro një kilometër rrugë, është i pakët? Dhe këto lekë, kur shkojnë?
Se gjithë problemi është që këto lekë ku shkojnë. Unë kam shpjeguar një herë. Amerika ka problem kur I merr lekët o zotëri. Dhe ne jemi pjesë, ne po bëjmë atë pjesën e mafjas. Dhe kryetari I mafjas është Edi Rama. Ore, duhet ta pranojmë, Pse nuk e përmendin një pyetje, pse nuk e përmendin politikanët thonë narkoshtet dhe nuk thonë mafia shtet. Se ky është mafia, ky ka president, ky ka kryeminist, ky ka gjykat kushtetuese, ky ka gjykatën e lartë, ky ka bashkitë, ky ka rojet, ky ka media, ky ka çdo gjë. Pra një njeri që ka në dorë të gjitha. Dhe kur raportet e Departamentit Shtetit dhe të Europës e cilësojnë të tillë, vetëm politikanët shqiptarë kanë frikë ta thonë llafin e tillë. Pse? Përgjigjen ata jo. Se po përgjigja unë pastaj është. Por pavarësisht se të hënën mund të merret e Pandeur ose jo zonja Balluku, ajo mund ta vazhdojë detyrën apo gabohem këtu? Jo, varet nga masa, pastaj masi merr njoftimin për akuzën, merr dhe masën e sigurisë. Do marrë detyrim paraqitje, do të marrë ku arrest, ku do të japë gjykatën. Pse mund të jepet aty arrest me burg? Patjetër, nëse ka marrë vendimin gjykata, mund ta ketë marrë dhe para. Leo, merr gjykata para, pastaj bëhet rivlerësimi i masës, ku ka asnjë gjë të keqe. Pra mund t'ja komunikojnë masën aty? Patjetër, edhe aty ta komunikojnë masën. Për ne thash shkohet me avokat, dhe ajo duhet paraqitet vetë, do firmosi vetë ajo. Nuk pranoj që kjo s'ka ndodhur ndonjëherë me pogën e Spakut që me këtë masën e sigurisë mund ta marrë gjykata, ta marrë edhe pa qenë. Prezent. Pastaj masi merret masa bëhet rivlerësim mase, që ti edhe ti prezent pastaj. Më kupto drejt, siç u bëri Belis, u mor masa e sigurisë, e morën, e arrestuan, e bën mas 2 ditësh bën rivlerësimin e masës dhe vazhdon. Ajo që s'kuptoi unë është kjo zoti Merkoçi që ditë që të shkoj për t'i komunikuar akuzën, pra për të mësuar çfarë akuze ka nga Spaku, aty komunikohet edhe masa, edhe mund të jetë arrest me burg? Jo, ka dy momente, mund të jetë edhe aty mund të komunikohet edhe masa nëse gjykata ka marrë një masë të tillë, I komunikohet vetëm akuza dhe pastaj vazhdohet me masën e sigurisë. Se një masë sigurie, kur ke akuzë, një masë sigurie do ta marrësh. Asaj, supozojmë, në atë moment mund t'i kërkohet detyrim paraqitje, heqje pasaportës, mos dalë jashtë të më the, thash, varet nga masa pastaj. Po fakti që nuk është vepruar përpara do thotë që masa mund të jetë e butë, sepse ndoshta vepra penale mund të jetë me rrezikshmëri të lartë. Edhe Erion Belis çu ja bën masën duket, apo jo? Edhe Erion Belis çu ja bën. Atje komunikuan zyrë. Marrë aty pastaj shkuan zyrë arrestu. Pse? E kishte marrë vendimin gjykata. Ata shkuan zbatojnë vendimin e gjykatës, kaq. Dhe kësaj nuk e di. Nuk shti fallë, domethënë se çfarë mund të ketë marrë gjykata, sepse vendimet e masave sigurisht nuk bëhen publike, realisht, me thonë drejt. Pasi merret masë e sigurisë, njoftohet pala, dhe mund t'i ve prangat edhe aty ku je. Nuk është ne çudi e madhe kjo. Por kjo varet pastaj se si e kanë trajtuar dhe si e trajtojnë ata, si e shohin, domethënë nuk e di, nuk marr përsipër për sa i përket masës së sigurisë. Masë së sigurisë, një masë sigurie duhet të ketë zgjat. Nga ajo që kuptova e gjithë analiza juaj është që Velia i foli edhe ishte goditje për ramën nga Amerika. Por ka ndodhur që të mbajë qeveria pra një person të pandehur në ministri apo poste të tjera më përpara, por mund ta mbaj? Unë ju thash që jo më kot ju thash që ka filluar të hiqen tullat e Ramës. Tullat e dobi hiqet një, tjetër, dobi e vetë se s'ka ku shko. Por domethënë akuza për zëvendës kryeministën e qeverisë bie direkt mbi Ramën. Nuk është, unë prandaj thash që në fillim që nuk është thjesht Belina Balluku, mos I shihni thjesht Belina Balluku. Siç nuk e shoh, për shembull, nuk e shoh thjesht si Ramën. Unë e shoh si kryeministri I Shqipërisë, kur bën skandalet, kur bën çdo gjë që bën, e shoh si kryeministri I Shqipërisë. Supozojmë kur ky u tall me Trumpin, nuk doli njëri me thënë Rama, po thanë kryeministri shqiptar. Gjithë mediat e botës këtë thanë. Kryeministri I Shqipërisë tha, u tall me presidentin e Amerikës. Pra, edhe Belinda Balluku, mos I shihni si Belinda Balluku.
shihni si zëvendës kryeministri, pra arrestohet zëvendës kryeministri, ose ngrihet akuzë mbi zëvendës kryeministri. Por Rama ka vetëm një akuzë të regjistruar dhe mediat nuk e thonë. Për 5 maj. Rama. Bashkë me Erion Belin e ka. E mediat që thonë, do dali ti, do e thonë. Pa emra, thjesht me fraksion. Se i kanë, këta kanë, nuk e di, këto ose i marrin sinjalet me vonesë, ose i marrin me komandë, se kur duhet i shpallë, e kupton? Sepse mos bënte ndoshta ajo buja madhe që thonë do dilte Belinda Balluku të vite bundu, nxorën të lajmin e parë, sikur ne morëm vesh për para, sikur që ka i muj që është po. Për ne thash, Belinda Balluku, kur ka dalë nga Spaku, ka vajt direkt në zyrë avokatie. Zoti Merkoçi, a ka klane brenda PS-s që mund të jenë gëzuar nga kjo? Dgjoj, klani është i Erion Belis. Patjetër. Klani i Erion Belis është. Sepse ju po thoni që i mbyturit të mbyt. Po jo, më nuk i mbyturit të mbyt, duhet kuptoni një gjë që ai do mbrojë veten tashmë. Ai kodet që dërgote Ramës, kodet ishin gjitha që unë po flas. Ai e tha hapur, pavarësisht se këta nuk e kuptojnë. Ai foli me unë më thash, ai po flet me kodet, zotëria ai ka fol. Ta se besun që Erion Belia ka fol, po ka fol më se do flasin. Sepse kur vesh para faktit, duhet ta shpjegosh faktin, në prokurori duhet të shpjegosh faktin. Është para faktit, duhet ta shpjegosh se si ka ndodhur. Dhe të gjithë emrat dalin ke Rama. Dalin ke Belinda, dalin ke Rama, por lufta Mrenallojit është lufta më e keqe, patjetër që është lufta Mrenallojit. Po pse? Pse e pakët ishte që doli ajo Buçka doli me Erion Belin, që bote presion e njerëzve, intimidote më thënë thash. Po roli i Belinda Ballukut nuk mund ta pranoj që roli i Belinda Ballukut sot aktualisht mund të shkojë me detyrim paraqitje sepse ajo mund të intimidojë, mund bëj çdo gjë, se ka zëvendës kryeministri. Patjetër, ajo duhet të shkojë patjetër me arrest. Normal të marrin leje në kuvend nëse e kanë. Mund të themi që është goditje e fundit e Dumanit? Jo. Ka tjerë. Më poshtë. Edhe më lartë. Po më lartë, kush është tjetër? Po, si kush është tjetër? E shqip pra bini vetë tek ajo fjale ime që them mafja. Mafja në ndërton një njëri. Por, në hierarki ka më lartë se ajo. Në hierarki shtetërore, flasë. Presidenti. Është kryetarja e parlamentit, që sot është ministre jashtë, edhe ajo ka dosje. Po vetë presidenti ka dosje. I bët gjithë me dosje. Po, jo se i bëjmë. Unë kam deklaruar që Spaku e ka vajtë 2 herë presidentin në zyrë. Një vit parë, jo sot, një vit parë. Pse? Për Gjilionin. Por disa randës. Ky e ka firmos, të gjitha çfarë janë ushtrisë ka firmos ky. Dhe ky paneu u dekorua, kapteri u dekorua po president. Pikërisht për këtë. Sepse ai firmosi çdo gjë. Po pse ju kujtoni se çështja e ushtrisë është një çështje e thjeshtë, pronat e ushtrisë janë të thjeshta? Po nuk janë të thjeshta këtu. Po pse mbyllet dosja e Elisa Skripalit kur ka qenë dogan të Durrësit? Po nuk mbyllëm asgjë, sepse këta edhe kanë vazhduar dhe kanë bërë, nuk kanë ngelur në një aferë. Këta kanë vazhduar, kanë dhënë, kanë bërë, kanë aprovuar ligje, po ju e mani mend shumë mirë kur u aprovoi ligji Fusha. U shep të Andri për ligjin Fusha. Pa ishte kryetar parlamentit kjo, ma përgjithësi kjo. Do me thënë, unë për ne ju them, është si puna se qatis, po fillove t'i heqësh trarë, qatia do bie vetë. Megjithatë, PD-ja nga kjo situatë nuk shikoj që mund të përfitoj, apo gabohen. Po, një gjokë, po dolim të PD-ja, pastaj PD-ja s'ka që përfitoj, se ka mundësi për të përfitu. Për sa kohë, nuk është një parti e djathje e para, se dhe t'jesh e djathje. Tu unë e kam thënë edhe një media tjetër. Edhe bashkë e keni kopsitur sqarimin. Që do të thotë që duke deklaruar parti e qendrës do thotë lufta është në midis qendrës edhe deri te majta ekstreme të komunizmit. Këtu është lufta.
pjesa nga qendra deri te konservatorizmi, pra nga e djathta dhe konservatorizmi nuk ekziston. Duke mos ekzistuar kjo, atëherë nuk ka as alternativa, as kauza, as frymë. E shifti po dënë që nuk nxjerr dot një kauzë, nuk ndërton dot një alternativë, nuk përcjell dot frymë tek qytetarët. Dhe pse? Sepse edhe mrena po dë Soros. Dhe unë jo më kot i them që Sorosi është qerë dhe Shqipëria është kthyer në qerë të Sorosit. Këta kanë 35 vjet të cilët kanë bërë politikën e Sorosit. Sa kohë ka, unë për shembull që ju them, bëni copë letër dhe hiqini Sorosit qytetarën deri në Tiranë. Ose hiqini me Gonigalit qytetarën deri Kuksit. Ose kërkoni të hiqni emrin e Sorosit në shkollën nëntëvjeçare të Robozhinës. Po pse nuk e bëjnë këta? Pse? Arsyeja. Jep njëri arsye, sjell. Ju dhash alternativën për qytetin e Tiranës, thash dali Berisha dhe të kandidoj vetë. Me që me ju thoni që vetëm ky merr vota, vetëm ky ka marrë 550.000 vota, po mos tjetë ky nuk merr, dhe unë çfarë bërë? Lëvizje politike. Dil, kandido, merr Tiranën, shkatror Ramën. Berisha jo vetëm që nuk doli dhe të paktën ta sqaroti që pse nuk dal, po u tërhoq nga zgjedhjet fare. Dhe hadhani kujt kot. Unë ju pata thënë që do të gjej një kerrata qushi të marrë dhe urdhën dhe çak pata thënë tjetër. Se to janë gjithë deklarata publike. Jo se po e them sot. Që kandidati që do jetë për Tiranën pa firmën e Sorosit nuk vjen. Dhe u realizu. Me që më dolët këtu tek Tirana, mendoni se gjithë përpara se të shpalleshe Orgerta Manastiliu shikoni në pole position Ballukun. Por mendoni që fakti që zgjodhi Orgertën dhe jo Belindën kryeministri mos ka pas gjë informacion për këtë që pritet ndodh hënën? Dgjoj, atje edhe Orgerta është në dosje, edhe Belinda është në dosje, të gjithë në dosje. E parë. E dyta, po se nuk ka rëndësi se këtë. Atje është Rama. Ai vendos, ai e ngel, ai e bën, ai e komandon. Nuk është Orgerta, unë prandaj u thash këtyre, edhe kur kërkova që dali Berisha, të kandidoj Berisha, pikërisht kjo ishte, se nuk është Orgerta, nuk po kandidon Kashi Orgerta. Ti po kandidon Kashi Ramës. Sepse është ky që komandon gjithçka. Dhe nëse ti i merr Tiranën, do të thotë se ti i heq një këmbë për ta marrë, për ta rrezuar nesër. Mi po këta nuk duan. Dhe arsyet i din këta. Por unë i kam thënë kaq që nëse doni ta rrezoni është kjo rrugë, më jepni një alternativë tjetër më të mirë, po nuk është alternativa më e mirë kjo që zgjodhet. Dhe nuk mundet, dhe çfarë ndodh? Ndodh pastaj që dalin nëpër media, e kupton, si del ai, Kleçi, ai kot. Ja, as politikan, as drejt hajmë deng pa marrë kanë ardhur, kanë zonë, morin rrogën, fusin rrogën xhep kaq kanë ata. Mandatin deputetit deri këtu. Dera ai thotë se ky kandidat i pavarur, që është i pavarur, nuk e kuptoj që, po kandidati i pavarur thotë që kemi zgjedhur, thotë ka bashkuar Tiranën. Kush ka bashkuar Tiranën? Ku e bë? Ta dalin para pasqyrës, flasin me vete, besojnë në atë që ju thot pasqyra, edhe kujtojnë se është e vërtetë. Dhe nuk kanë, prandaj u them këtyre, të janë para politikë. Pse? Sepse nuk kanë bërë një herë politikën. Këta vetëm pazare, marrë veshim qefta, stum qefta, sa ti hajtë ta bëjmë kodin. Se si u bërë kodi për shumë s'ta njëri, ore si janë dakord këta para zgjedhjeve që bën atë kod, s'ta njëri gjë. Po çfarë ndodhi me kodin? Ajo që unë u deklarova para zgjedhjeve që thash, po dhe të shkoj 45 deri 50 deputet. Ai shkoj më tepër nuk. Po pse, po unë ku e dija që të shkoj kaq. Po pra se shoh lëvizjen. Shoh veprimet. Shoh frymën që ka. Pat me i fushati në zgjedhje s'pat. Po nuk është politik të dali kryetari i opozitës e thotë Tom Doshi oratis. Tani e presim ta thotë për Belindën. Më kuptove. Tom Doshi, del Tom Doshi, po e fote i thotë hajde se jam këtu. Më fal, po nuk del kryetari i opozitës tash. Mirë, po duke mos pas alternativë, duke mos pas frymë, duke mos pas kauzë, që po të kishte opozitë të djathtë reale këtu në Shqipëri, Rama sot nuk kishte.
Vetëm se është deklaruar që Belinda do thirrët, Rama nuk duhet ishte më kryeminist. Flas për një opozitë djathtë. Pse? Se kam thënë gjithmonë, e djatha ndërton alternativë, kaos për cilë frymë. Jep rrugë zgjidhje. Ta nuk janë rrugë zgjidhje. Ajo tha që i është qash këtë që edhe për Vis Martinin, po, a do një qash? Gjithë televizionet merren me këtë. A thash, ja ku e keni edhe këtë raportin në do shqipni, thashtë për televizionet do fillojnë çaparlajnë kop në kop, pa shikoj rrjedhje, pa dhënë rrugë zgjidhje. Vëm do fillojnë një dhe thamë, kështu jo po se e tha, ky se tha, më the thash, nuk bëhet politika më the thash. Politika thash, ngrihet alternativë, kaos, frym, jep rrugë zgjidhje. Nëse ti nuk jep rrugë zgjidhje, nuk jep besim njerëzve, çfarë kërkon ti të njerëzit? Del Berisha mas raportit thotë tash të shqiptarët duhet çojnë, po pse del që flej gjumë? Çoj pra, je i Zotit çoj. Po ti je i Zotit ti çosh. Detyrë e qytetarëve, din detyrën e qytetarëve. Po qytetarët duan shpresë. Ku kanë shpresë? Te ata që ketin gjithë Sorosianët që ketin PD, që ata kanë shpresë, po si japin shpresë? Nuk kanë shpresë. Ja, kjo është ajo që kemi ardhur në këtë lloj forme. Një opozit, një parti që pranon që pas ka ardhur kundërshtari, ma pas ka përqa parti, ma pas ka ble parti, Po s'ke parti atë, s'ke i Zoti, ik! Ik, ma, nuk e i Zoti. Ky dil ka armi, gjitha mikjet dalë, pës doli një që saglam, ik njoni hajde tjetër. Qa kuptimi ka, ikën shërë, po parti, pas taj bje bashkohet në Berisë. Po për qa ikër? Për qa ikër? Më thuj për qa ikër? Pazar. Pa ne them që nuk ka politikë në Shqipëri, sepse mungon e djatha reale. Dhe jo më konservatorë. Ta shi gjithë Europa, gjithë bota po shkojnë drejt djathës. Po bëhet një luftë e madhe për të ringritur djatha dhe konservatorisë. Vetëm Shqipëri Sorosi komandon gjithanë. Sorosi në reformë drejtësi, Sorosi në ministri, Sorosi në gjykata, Sorosi në kryeministri, komandanti Sorosi kryeministër, më fal. Si do ndryshoj? Atëherë duhet një forcë madhore. Kush është forca madhore? Vetëm ata që i kanë hap dozën e mekanigalit. Do zot, ata tash do ta vazhdojnë. Unë them se po e vazhdojnë. Mënyrën dhe formën e din ata, nuk e di unë. Unë shoh lëvizjet që bëhen. Kaq. Zoti Merkoçi, për ta mbyllur, ju lutem më jepni edhe një koment, ndoshta më i batut. Ju keni jetuar të dy kohët, edhe të Ballukut të parë, edhe aktualisht të kryeministres. Nuk e kuptova. Keni jetuar të dy kohët, edhe atë që ndodhi me Beqir Ballukun, edhe tani që është Belinda Balluku në gjyq, në SPAK, që pritet merret e pandehur. Nuk është se kam jetu edhe e njoh shumë mirë atë periudhë. Kam jetu, dakord, po jo se kam qenë kalamar. Ju pyeta sepse për shkak të që gjithmonë ka shoqëruar kjo edhe nga opozita. Vetëm nëpërmjet familjes që njoh historinë e njëra tjetrën, po është plotësisht dakord me këtë, jam plotësisht dakord që e njoh në atë kohë. Por ajo që bjen në sy këta nuk e kanë problem, këta janë këta për partinë japin jetën. Këta bëjnë burgun për partinë, këta japin jetën, këta duan dëshmorë. Pitun gjitha, sepse është në konceptin e tyre, është në nocionin e tyre. Ata kanë shku para për shkatimit edhe thoshin troj partia. Ata i dënonin, i qoshin letër e mbejt, i thoshin amanet këte, amanet atë. Shka këta, nuk kanë ideal, ta nuk kanë asë në ndjenjë njerëzore. Nuk të krasoj, ta nuk është qënja me e keqe, ta kanë po pak në djallin, që të themë. Dhe këta për ne nuk e duhen djathën, sepse pikërisht për këtë nuk e duhen. Se djatha ka dinjitet. O e kemi në 83 vjetë, edhe super ullëm. 83 vjetë, qymë 22. A nuk u për ullëm.
Pranun burgun, pranun internimin, pranun një grafitën, një boni, ne i morën gjitha. Prapë se prapë nuk u përvullën. Po nuk dilet atë para për shkatimin të tushtit troj partia. Ajtë ka qunë spash që i gjojnë telegram se vdiq udhejsi madhi partisë. Qatë pres ka të Belinda Balluku? Qatë. Ta janë njerëz, nuk kanë dignitet, ta kanë vetëm partia mbi gjitha. Partia mbi gjitha. 3 gjona mësoshin atëherë. Qynë Kalamar, qynë Kopës. Pra ne i thotë të gjyshe mos shkon Kopës. Se 3 gjona mësoshin ta. Kemi 3 nëna, thotë, një në Kopës, një në shtëpi, nëna parti. Pa ne e 3 gjemore. Ja, rritmat e fryma me atë lloj mentaliteti, pra ne ecim shumë. Pra ne ta thash që nuk e lënë të djathtin të ngrihet. Pikërisht ta nuk e lënë. Sepse këta marrin frenët e çdo gjëje në dorë. Ai ka bërë burgë më fund fare thotë, unë vje keq që ka bërë, se ka bërë për mua, nuk ka bërë kot për luftë më në lloj. Po megjithatë vje keq se ka bërë burgë. Dhe ai dhe do të unë jam socialist. Pra, ai e ka futur në burgë ti prapë në atë. Çfarë t'ju thosh këtyre? Qa ka ngejnë me thonë ty? S'kanë ta as dignitet, as personalitet, as njofin. Ta e internacionalizmë, një njeriu që ose mbështetet tek internacionalizmi, për mu ka marrë fund, iku. Dhe Soros, qa ka? Globalizmi, pra internacionalizmi, këtë ka këthim me i fjallë tjetër, që e gjuhë globalizmi. Paq, e thjesht. Këta e në gjithë Soros. Pra ne nuk ecim këtë vëmë, pra ne nuk ka zhvillim, se duhen 2 pole, këta pse i themo, unë jam reakcionar, da s'kam lidhje me ju, më farë. Unë jam reakcionar, që unë kom me ju. Unë kam idealit e mija, unë shkel një vodë e të parve të mi. E mi gjakën ti nuk shkel. Po të shi ti, dje ri kretare për dës, pas të shko pojsh, drejtoresh ke pëseja, më farë, që ideali kanë ta? Ja më thujti mu që ideali kanë. Ajo, me kretare e bason që ishe për dës, deputete për dës, dhe në pojt, drejtoresh ati ke rama. Aje tjetër e i vlorës parë shumë, këtë tjetër te i parë shumë. Që ideali kanë ta? E të quajnë, edhe ajo që në vjen keq përsa e se këta keq përdorin e emën, jemi të djatë. Qa të djatë të gjithë jemi? Ti se ke koncept si qa është djatë. Dhe të kesh koncept si qa është djatë. Qa është konservatorizmi? Në unë për ne e them, konservatorizmi nuk është gjë që mësojë, është gjëngje. Oj, ke ose ke. Me që shku rritësh, që mënyra e jetesës. Nuk është konservatorizmi që si thonë ta. Konservatorizmi t'jep zgjidhje ta. Ullet edhe për balë me amiku, po ullet në alternativë. Jo të bëjmë marrëveshje, sa më jem tisa t'japun, jo në alternativë. E për plasën në alternativë. Kjo është konservatorizmi. Jep rrugëzgjidhje. Po që si tisë më jep rrugëzgjidhje. Po këtë 12 vjetë që të thumë më këj vodhi vodhë. Po qa do të mësojmë aty? Dreqje e mori. Dhe keqe e ka i fune, dhe tyre në duke që edhe fune, i maro e keqe për Shqipëri. Gjykoj se, tash, do shifni dhe në fund vitit do ketë shumë. Do ketë shumë, edhe unë besoj se dhe kys ka për t'i bo ditë dhe në fund vitit. E keni fjalën për kryeministrin? Po për minukun e koridoreve e kam, për këta kem tjetër. Për atë pra, për shokun Rama, ne e si do shihni do i dali dosja hoqit dhe do i hiki, se s'ka ku shkohë pëstaj. Se thek ka për sipër, se i vlaj. Edhe përgjegjësia është individuale, po. Po nuk ka përgjegjësi individuale kur je person publik, vlla. Si është përgjegjësia individuale? Ti mund mos fa mash përgjegjësi, po, mos po dënoj. Absolutisht jo. Po qofse vllai jot është kriminal. Vllai jot merret në drogë. Më fal, do të drejtohesh ti mua? Tu s'ka individuale, si e person publik. Dhe është post publik. Po sigur Spaku i mbylli ato punë, në mos gaboj. Menduat se mbylli. Kush ishte deklarata Spaku? Nuk është emri Olsi Ramës, po ky person i vërtetë është ai që ka kaluar me këto, dhe ne kemi po vazhdojmë hetimin. Pra, Spaku nuk e nxorri emrin.
mënyrë pse se nxori, e di ai. Po t'jeni të bindur që do që është e hapur, do hapet. Mas Balluku, mani me do hapet këtë tjetër. Po nuk diskutohet se është bërë gangren. Është bërë gangren. Nuk është një gjë që po mbyllin vetëm një gjë dhe mbaron. Mbaron një gjë. Jo. Këtu janë të gjitha. Tu çdo hap që të hedhësh e ke korrupsion. Çdo hap që të hedhësh e ke grabitje. Ka bërë ligjin e korporatave, ka bërë ligjin e PPP-ve, ka bërë ligjin e nominal të personave. Si do mbyllet to? Do mbyllet 23 milion i kilometër rrugë mund mbyllet? Po sa ka kushtu rruga Durrësit që po e zjeroj tani? Vetëm palma, vetëm pemë sa janë mbjellë. Sa milion janë hedhur të? Do mbyllen to? Po s'mbyllen, se ngelin njohë. Duam apo s'duam, ne ngelin njohë. Dhe kur shko atje pastaj atje mrena, do të tefterosh të gjitha. Do më se thash, jo me tjetër ka folë. Dhe është normali që do flasi, që do mbroj vetë me vetë. Jo si do flasi se më do më, jo më jo, po do mbroj vetë me vetë. Mbaron film. Zoti Merkoti, të falenderoj shumë për bisedën e gjatë, për analizën dhe informacionin që ndatë me publikun tonë. Faleminderit edhe juve.